djaloshi që fitoi kënaqësinë e Allahut. Nuk I kisha kaluar të 30-tat, kur gruaja ime lindi fëmijën tonë të parë. Akoma vazhdoj dhe kujtoj atë natë me shokët e mi, në një prej vendeve të pushimit ku kalonim natën, të mbushura me fjalë dhe biseda të kota, madje edhe me përgojime dhe harame të tjera. Isha unë ai që e merrja fjalën më së shumti në mesin e shokëve, duke përgojuar dhe u tallur me njerëz, kurse shokët e mi qeshnin dhe kënaqeshin me këtë. Këtë natë kam qeshur shumë. Posedoja talent të çuditshëm në imitimin e njerëzve, saqë edhe zërin e ndryshoja sikur zëri I personit që imitoja. Tallesha me secilin, saqë edhe shokët e mi nuk I kurseja nga kjo. Kujtoj këtë natë ku u talla me një të verbër që lypte në treg. Ja vura këmbën përpara, zuri në këmbën time dhe u rrëzua. Më tha diçka, por nuk e mora vesh se ç'foli. Shokët dhe të gjithë njerëzit që ishin në treg qeshnin. U ktheva atë natë shumë vonë në shtëpi, si gjithherë, dhe gjeta gruan time duke më pritur. I vinte keq për gjendjen time, më pyeti me zë të ulët dhe të dobësuar. Rashid, ku ishe? Ja ktheva, po tek shokët si zakonisht. Ishte tepër e lodhur, mori të flas, por lotët e kishin ngulfatur. Rashid, jam lodhur shumë dhe më duke qartë se më është afruar koha e lindjes. Ndjeva në veten time se kam qenë I pakujdesur për të. Ka qenë duhur të jem më I kujdesur për të dhe më afër saj, dhe të rria më pak natën jashtë shtëpisë, veçanërisht në muajin e saj të lindjes. E dërgova në spital me shpejtësi, hyri në dhomën e lindjes dhe filloi të ndjej dhimbjet e lindjes. Me orë të tëra prita lindjen, derisa më humbi durimi duke pritur dhe thash të shkoja në shtëpi dhe lash numrin e telefonit të përgjegjësit që të më thërrisnin kur të lindte. U ktheva në shtëpi të pushoja. Pas një ore, më lajmëruan për të më përgëzuar për lindjen e djalit Selimit. Shkova në spital më njëherë. I pari që më takoi, më pyeti për numrin e dhomës dhe informata tjera për shoqen time. Kërkuan prej meje të paraqitesha së pari te doktoresha, që ishte kujdesur për shoqen time. Bërtita me vrazhdësi, çfarë doktoreshe? Me rëndësi është ta shoh djalin tim. Por më detyruan që të shkoja te doktoresha. Hyra tek ajo dhe më lajmëroi. Lindja e djalit tuaj është me tmeta. Më këshilloi që të pajtohesha me caktimin e Allahut. Pastaj më tha se djali juaj ka deformim të madh në të dy sytë e tij dhe kjo konkludon se djali juaj është I verbër. E ula kokën dhe mundova t'i ndalja lotët dhe menjëherë kujtova lypsin e verbër, të cilin e kisha rrëzuar në treg edhe qesha njerëzit me të. Thash, subhanallah, çfarë të mbjellësh, do të korrësh. Qëndrova kështu për një çast dhe nuk dija se çfarë të thosha. Mu kujtua gruaja dhe djali. Falenderova doktoreshën për butësinë dhe sjelljen e saj dhe shkova të shija gruan dhe djalin. Gruaja nuk ishte dëshpëruar për atë që nuk ishte goditur. Ishte besimtare e fortë në caktimin e Allahut dhe e kënaqur me të. Shpesh më këshillonte që të mos tallesha me njerëz dhe e përsëriste shpesh. Mos I përqesh njerëzit. Dolëm prej spitalit, doli edhe Selimi I vogël me ne. Në të vërtet, nuk kujdesesha shumë për Selimin. E konsideroja sikur të mos ishte prezent në shtëpi, saqë kur qante shumë, ikja nga dhoma e fjetjes dhe delja në sallon e fria. Ndërsa gruaja ime kujdesej shumë për të dhe e dante shumë, kurse unë, jo që urreja, mirë po nuk mund ta doja.
nuk e di pse. Rritej Selimi dhe filloi të zvarritej. Kur mbushi afër 6 vjet, filloi të mundohej të ecte. Vërejtëm tek ai se ishte edhe i gjemt në këmbë. Pas Selimit, që ishte fëmia i parë, lindi edhe Umeri dhe Halidi. Kalonin vitet, rritej Selimi dhe rriteshin edhe vëllezërit e tij. Nuk e pëlqeja të rrija në shtëpi, si gjithmonë isha me shokët e mi. Në të vërtetë, isha bërë si lodër në duart e tyre. Nuk shpresonte gruaja ime se unë mund të përmirësosha, por ajo gjithmonë lutej që të më udhëzonte Allahu dhe nuk i dheroi prej veprimeve të mia të pamatura. I dheroi vetëm kur shihte moskujdesin tim ndaj Selimit dhe interesimin tim të madh për vëllezërit e tij. Rritej Selimi, por rritej edhe brengosja ime për të. Nuk e refuzova kërkesën e gruas sime që ta regjistronte Selimin në një shkollë për nxënësit me të meta. Isha i kujdesshëm ndaj kohës dhe vitet shkonin. Ditët më ishin bërë të njëjta, punë, gjumë, ushqim dhe qëndrimi im në orët e vona të natës. Kjo ishte dita dhe jeta ime. Ishte ditë e gjuma, ku zgjova në ora 11 të drekës. Për mua ishte akoma herët. Kisha një takim në një gosti më kishin ftuar, u vesha bukur, u parfumosa dhe vendosa të dilja. Duke kaluar nëpër korridorin e shtëpisë, pa pritmas më tërhoqi vërejtjen Selimi, duke qarë shumë me një zë të madh. Ishte hera e parë që vërejta Selimin duke qarë, që prej kur ishte i vogël. 10 vite kishin kaluar e unë nuk isha afruar atij. U mundova ta injoroja sikurse nuk po e dëgjoja, mirë po nuk u mbajta. Dëgjova zërin e tij duke thirrur nënën e tij, kurse unë isha prezent. Ktheva kokën ka ai, pastaj u afrova tek ai dhe i thash: "Selim, pse qan? Çfarë ke?" Sa po dëgjoj zërin tim, u ndal nga të qarit dhe kur ndjehu se jam afër tij, filloi të prekte për rreth me duart e tija të vogla. E kuptova se po mundohej të largohej nga unë, sikur donte të më thoshte: "Tash gjete kohë të interesohesh për mua, ku ishe që 10 vite?" Hyri në dhomën e tij e unë i shkova nga pas. Në fillim refuzoi të më tregonte shkakun pse po qante. U mundova të sillesha butë me të, derisa filloi të më tregonte problemin. Ishte vonuar Umeri, i cili e dërgonte atë në xhami për namaz të xumas. Ishte friksuar se nuk do të gjente vend në safin e parë. Thirri Umerin dhe thirri nënën e tij, por nuk i përgjigjej askush dhe qau. I shikova lotët e tij që i rrinin nga sytë e verbër. Subhanallah, thash, unë isha i verbër e jo ai. Nuk e mbajta dot veten deri në fund të fjalës së tij. Vendosa dorën time mbi gojën e tij dhe i thash: "Për këtë ke qarë o Selim?" Më ktheu: "Po." I harrova shokët e mi, e harrova gostin që kisha përçkuar dhe i thash: "O Selim, mos u idhëro. A e di se kush do të dërgoj ty sot në xhami?" Tha: "Sigurisht Umeri, por ai punohet gjithmonë." Ja ktheva: "Jo Umeri, por unë do të të dërgoj sot në xhami." U habet Selimi, nuk e besante këtë. Mendoj se po bëja shaka me të dhe filloi të qante. Ja fshiva lotët me dorë dhe e kapa për dore. Desha të dërgoja me vetur, por refuzoi duke më thënë: "Xhamia është afër dhe kam dëshirë të eci deri në xhami." Nuk e kujtoja herën e fundit që kam hyrë në xhami, por ishte hera e parë që ndjeva frikë dhe pendim për ato vitet gjata që më kishin shkuar pa falur namaz. Xhamia kishte qenë mbushur me besimtar, por
Për serimin gjeta një vend në rreshtin e parë. Dëgjuam hutben e gjumas së bashku dhe u falë serimi afër meje. Në fakt, unë u falë afër ti. Pasi mbaroi namazi, kërkoi prej meje që t'ja afroja Kuranin. U habita, si do të lexoj kur ai është i verbër? Në fillim e injorova kërkesën e tij, mirë po u friksova mos po i shkaktoja plagë dhe ja dhash musafin. Kërkoi prej meje që t'ja hapja musafin te surja Kehf. Fillova të shpejtoja musafin derisa e gjeta në përmbajtje surën Kehf. E mori, e vendosi përpara vetes dhe filloi ta recitonte surën me sy të mbyllur. O Allah, thash i çuditur. Ai e ka mësuar tërë surën Kehf. U tërprova prej vetes, e kapa një musaf që të lexoja, ndjeva një dridhje në vete nga fejka. Lexova dhe e luta Allahun të më falte dhe të më udhëzonte. Fillova të qaja i penduar me një zë sikur fëmijë. Disa njerëz akoma ishin pranishëm në xhami duke falur nafive. U tërprova prej tyre dhe u mundova të mos e marrin në vesh që po qaja. Pas pak, ndjeva dorën e vogël të selimit duke prekur fytyrën time, duke mi fshirë lotët që më kishin mbuluar. E afrova dhe e shtrëngova për gjoksi duke e përqafuar. E shikova një herë dhe thash me vete, ti nuk je i verbër, por unë jam i verbër. U kthyem në shtëpi, gruaja ime ishte bengosur shumë për selimin. Mirë po, kur mori vesh se unë kam qenë me të në xhami dhe kam falur namazin me të, brenga e saj u kthye në gëzim. Nga këtë ditë nuk kam lënë namaz pa falur në xhami. Braktisa shoqërinë e shferuar të natës dhe bëra shoqëri më të mirë, shokët e xhamis, të cilët i njoftova në xhami dhe shijoja ëmbëlsinë e imanit me ta. Mësova shumë gjëra prej tyre që dynjaja më kishte harruar. Nuk leja ligjërat që mbaj në xhami e që nuk prezantoja në to. E bëra hatme edhe Kuranin disa herë në muaj. Mësova shumë gjëra prej tyre që dynjaja më kishte harruar. Nuk leja ligjërat që mbaj në xhami e që nuk prezantoja në to. E bëra hatme edhe Kuranin disa herë në muaj. U lidh gjua ime me përmbajtjen e Allahut në çdo kohë, me shpresë që të më falte Allahu për përgojimet dhe gjërat tjera që i kisha bërë. U afrova më afër familjes si kur më parë. Një ditë vendosën shokët e mi të mirë të shkojnë në një vend larg nga shtëpia ime për të bërë thirrje në Islam. Në fillim nuk isha i vendosur të shkoja me ta, por pasi fala namazin, e lajmërova bashkëshorten time që mendova se do të refuzonte, por përkundrazi, u pajtua me vendimin tim dhe më nxiti në këtë qëllim. Ishte hera e parë që lajmëroja gruan time për shkuarje në një vend jo të shpenuar, jo të urrejtur e jo të mbushur me harame. U drejtova ka selimi, i tregova për udhëtimin tim. Më kapi me 2 krahët e tij të vegjël dhe më përqafoi duke u lutur për mua. Mungova në familje afër 3 muaj e gjysmë. Gjatë kësaj kohe, thërrisja në telefon sa herë që më jepi mundësia, bisedoja me bashkëshorten dhe fëmijët. Filloi të më kapte një malli madh. Sa më mori malli për selimin. Kisha dëshirë të dëgjoja zërin e selimit. Ai ishte i vetmi që nuk kisha biseduar me të prej që kisha udhëtuar. Nuk e dija shkakun, ose është në shkollë mendoja, ose në xhami, në kohën kur thërrisja. Se herë që bisedoja me bashkëshorten, i tregoja për mallin që më kishte marrë për selimin, kurse ajo që ishte e gëzuar dhe duke më përgëzuar për të, vetëm se në herën e fundit kur bisedova, nuk e dëgjova të qeshurën e saj si zakonisht. Për habi, kishte ndruar zërin e saj.
I thash ti dërgonte selam Selimit nga unë. Ma ktheu, inshallah, dhe pushoj. Pasi që erdhi koha e kthimit në shtëpi, u gëzova shumë. Kur ju afrova derës së shtëpisë, trokita dhe shpresoja që të hapte derën Selimi. Papritmas e hapi derën Halidi, i cili akoma nuk i kishte mbushur 4 vite. E përqafova dhe e barta me krahët e mi, kurse ai bërtiste, babi, babi. Nuk e di sa hyra në shtëpi, ndjeva një ngushtim në veten time. Kërkova ndihmë nga Allahu prej shejtanit të mallkuar. Ndajta me gruan time, pas se ishte e vrenjtur në fytyrë, nuk ishte sikur herëve të tjera. U mundua të paraqitej si e gëzuar për arjen time. E pyeta se çfarë kishte ndodhur. Më përgjigj asgjë. Në qast më kujtua Selimi. I thash, ku është Selimi? Uri kohën e saj dhe nuk më përgjigj, ndërsa në fytyrën e saj filluan të rrjedhin lotët. Bërtita prap, ku është Selimi? Nuk foli askush. Më pas, mu afrua Halidi i vogël duke bërbëzuar dhe tha, babi, Selimi ka shkuar në xhennet tek Allahu. Gruaja filloi të qante me të madhe, gati sa nuk u përplas për tokë dhe dola nga dhoma e pikluar për ndarjen e Selimit. Pas kësaj, mora vesh se 2 javë para se të mbrija, Selimin e kishte goditur një temperaturë e madhe dhe ethe, e bashortja e kishte dërguar në spital. Mirë po, sëmundja e ishte rënduar, ishte ndarë nga kjo botë. Selimi nuk ishte i verbër, por i verbër isha unë. O Allah, sa kënaqësi është ta shijosh ëmbëlsinë e imanit. Allahu e mëshiroi Selimin, e njohu Allahun edhe pse ishte i verbër. Sa njerëz sot posedojnë shqisat shëndosha, por nuk shohin dhe nuk e njohin Allahun. Shpresoj t'ja shihni hajrin këtij rrëfimi, i cili na jep një mësim se edhe ne duhet të ndjekim rrugën e këtij voglushi, i cili, edhe pse i verbër, fitoi kënaqësinë e Allahut duke ju përmbajtur udhëzimeve të tij, e me këtë ta fitojmë edhe xhennetin.